Besoj që aty ka në punës të administratës publike. Nuk po them fëmijë patronë. Aty ka në punës dhe jam i bindur për këtë dhe kam 10 mesazhe në telefonin tim të tjerë që duan të vinë aty. Kur ti e jep votën nëpërmjet një lloj presioni mbi pagën, mbi bukën, mbi shtëpinë tënde, unë të kuptoj. Kështu që në këtë kuptim ka shumë që duan të jenë aty dhe prandaj Rama nuk mund të përdor vetëm votën, dhe ndoshta fëmijët e tyre, ndoshta të afërmit e tyre, por edhe ata vetë duan të jenë aty. Unë nuk mund t'i quaj nën punës të administratës patronazhist. Patronazhist janë ata të cilët janë antarë të partisë, të cilët drejtojnë strukturat dhe marrin dhënat personale të qytetarëve dhe i përdorin, por shumica e qytetarëve, qofshin këta punonjës të shtetit apo publikut, duhet të kuptojnë një gjë, që sot nuk na ndan dot vendi punës. Sot na ndan gardhi i cili u vendos në Zvërnec, gardhi i muskujve dhe i pushtetit përballë gardhit, matan gardhit ku ishin qytetarët. Dhe secili sot duhet ta pozicionoj veten, këtej apo ande, nuk ka më mos dilse toqa rrogën. Ne kemi parë protesta në Pogradec, në vendet majta, në Fier, në Librazh ka sot protest, në Korçë, që mund të kishte 20 vite pa u protestuar në Korçë, domethënë dhe protest që i ngjan asaj të Tiranës, kështu që është thyer edhe ky mit.